Aktiviteti ushtarak amerikan në arkipelagun e Azore ka njohur një rritje të ndjeshme, duke rikthyer në vëmendje rolin strategjik të bazës ajrore lajësh në operacionet ndërkontinentale të Washingtonit. Kjo strukturë, e përdorur nga aleatët që në fund të luftës së dytë botërore dhe e formalizuar përmes një marrëveshje dypalëshe që prej vitit 1951, shërben si pikë kyçe furnizimi dhe tranziti për forcat amerikane që lëvizin mes Atlantikut dhe lindjes së mesme. Vetëm më 18 shkurt u raportua një numër i lartë zbarkimesh, ku në pistë u pa 11 avion cistern KC-46 Pegasus, 12 avion luftarak F-16 Viper dhe një transportues i rënd mallrash CG-17 Globemaster 3. Prania e këtyre mjeteve sugjeron përgatitje logjistike për operacione në distanca të gjata, përfshirë furnizim ajror dhe transport trupash apo pajisjesh. I pyetur për lëvizjet, Pentagoni deklaroi se Komanda Evropiane pret rregullisht avion dhe personel në përputhje me marrëveshjet ekzistuese me aleatët, por shmangu të jap detaje të mëtejshme për arsye sigurie operacionale. Ndërkohë, Ministri i Jashtëm portugez Paulo Rangel konfirmoi se përdorimi i bazës nga SHB mbështetet në traktatin dypalësh dhe se, sipas këtij kuadri ligjor, amerikanët mund të nisin operacione ushtarake edhe pa një autorizim të drejtpërdrejtë nga Lisbona. Këto zhvillime vijnë në një moment delikat gjeopolitik, teksa përplasjet verbale dhe diplomatike mes Washingtonit dhe Iranit mbeten të forta, duke shtuar spekulimet se Azoret mund të shërbejnë si nyje kyçe për çdo lëvizje të mundshme ushtarake në rajon.